Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Dhimbja e këmbëve mund të sinjalizojë këto probleme shëndetësore, mos i neglizhoni. Dhimbja e këmbëve është një problem shumë i përhapur që prek njerëzit në të gjitha grupmoshat. Intensiteti i dhimbjes është i ndryshëm dhe mund të kulmojë me ndjesinë e dhimbjes së padurueshme. Dhimbja mund të prek të dyja këmbët dhe të shkaktohet nga kontraktimet muskulare, lodhjet muskulare, ushqyerja e keqe, dehidratimi ose qëndrimi në këmbë për një kohë tepër të gjatë. Shkaktarë të tjerë të dhimbjes janë tromboza, diabeti, artriti i variqe dhe dëmtimet të rënda nervore. Në këtë video do të listojmë sipas Brightside disa nga recetat që lehtësojnë dhimbjet, si dhe mund t'i përdorni në kushte shtëpie. Mbështjellni disa kupa akulli në një peshqir të hollë dhe vendosni në zonën ku keni dhimbje për 10 deri në 15 minuta. Këmbën ose këmbët duhet t'i mbani lehtas të ngritura. Kompresat mund t'i vendosni disa herë në ditë. Akulli nuk duhet të vendoset direkt në lëkurë. Masazhi nxit shërimin e shpejtë të muskujve të dëmtuar. Mjafton një masazh i lehtë të 10 minuta, sidomos pas dëmtimeve të shkaktuar gjatë një aktiviteti fizik. Për masazh mund të përdorni vaj ulliri ose vaj are kokosi. Uthulla e mollës shkrin kristalet e acidit urik në gjak dhe largon toksinat akumuluara në inde. Për më tepër, uthulla ofron kalium, kalcium dhe minerale të tjera mirëbërëse. Mbajini këmbët në një vask ose legend të mbushur me ujë dhe uthull molle për të paktën 30 minuta. Një tjetër recetë është uthull molle me mjalt. Përzieni një ose 2 lugë gjë dhe uthull molle të pafiltruar në një gotë me ujë të ngrohtë dhe pak mjalt. Pjeni këtë lëng 2 herë në ditë. Xhenxhefili përmirëson qarkullimin e gjakut dhe largon dhimbjet e këmbëve. Përdorni vaj xhenxhefili për të masazhuar këmbët 2 ose 3 herë në ditë. Pini çaj xhenxhefili me limon dhe mjalt 2 ose 3 herë në ditë. Kujdes me xhenxhefilin, mos e teproni sepse hollon gjakun. Kjo agrume është e pasur gjithashtu me antioksidant që lehtësojnë dhimbjet dhe ekuilibrojnë pH-in në organizëm. Përdorni lëngun e limonit për masazh ose pini ujë me limon 2 herë në ditë. Kështu do të stabilizoni gjithashtu edhe problematikën tuaj të këmbëve. Është e rëndësishme të tregojeni të vëmendshëm ndaj çdo shqetësimi të mundshëm që paraqitet në shëndetin tuaj. Njerëzit që kanë mungesë të vitaminave përballen shpesh me simptoma jo specifike të dhimbjeve të këmbëve, të mesit, të trupit dhe gjymtyrëve të sipërme. Kjo vitaminë rregullon funksionin e kalciumit dhe fosforit, 2 minerale thelbësore për nervat dhe për muskujt. Shijoni rrezet e para të mëngjesit çdo ditë për 10 deri në 15 minuta për të marrë vitaminën D. Konsumoni shumë salmon, sardele, qumësht, lëng portokalli e të tjera. Mungesa e kaliumit do të shkaktojë dhimbje të këmbëve dhe dehidratime. Konsumoni më shumë patate të ëmbla, banane, kumulla, rrushë të thatë dhe lëng domate për të marrë më shumë kalium. Pini 2 ose 3 filxhan çaj mali ose çaj jeshil çdo ditë. Mbani nën kontroll tensionin e gjakut dhe kolesterolin. Bëni ushtrime të lehta fizike për 10 minuta në ditë, të cilat do ju ndihmojnë në lehtësimin tuaj të dhimbjeve të këmbëve. Kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni shqetësimet dhe të siguroni gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër këtyre problematikave. Përdorimi i mënyrave alternative në kushte shtëpie do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të ndihmuar në menaxhimin e lehtësimit të këtyre shqetësimeve. Nivelet e ulta të vitaminës D, magnezit dhe vitaminës B12 mund të shkaktojnë dhimbje të këmbëve për shkak të ndikimeve të tyre në sistemin tuaj nervor dhe të muskujve të këmbëve. Ndaj, duhet të tregojeni të kujdesshëm dhe të këshilloheni me një mjek. Në këtë video do ju shpjegojmë se cila prej këtyre mungesave mund të ndikojë në shëndetin e këmbëve tuaja dhe të shkaktojë gjithashtu dhimbje të forta. Vitamina D është e rëndësishme për shëndetin e kockave dhe të muskujve. Nivelet të ulta të vitaminës D mund të çojnë në gjendje të njohur si osteomalacia ose zbutja e kockave që mund të shoqërohet me dhimbje të muskujve dhe dobësim. Kjo gjendje mund të shkaktojë gjithashtu dhimbje në këmbë. Magnezi është një mineral i rëndësishëm për funksionin e muskujve. Mungesa e magnezit mund të shkaktojë bllokime të muskujve të pa dëshirueshëm dhe dhimbje të tyre. Gjithashtu një gjendje e dhimbjeve të muskujve e njohur si tetatin, prandaj nivelet e ulta të magnezit mund të lidhen me dhimbje të këmbëve. Vitamina B12. Nivelet e ulta të vitaminës B12 mund të çojnë në një gjendje të njohur si anemi, e cila ndikon në formimin e rruazave të kuqe të gjakut. Kjo mund të shkaktojë lodhje, dobësi të muskujve dhe të përfshirë dhimbje të këmbëve tuaja.
Nëse ndjeni këto shqetësime në këmbë, është e këshillueshme të bëni një konsult me mjekun specialist për të evituar kështu çdo komplikacion të mundshëm, i cili ndikon drejt për së drejti në këmbët tuaja. Është e rëndësishme të kujtoni se simptomat e niveleve të ulta të këtyre mineraleve nuk janë gjithmonë të kufizuara në një pjesë të trupit. Ato mund të shfaqen në mënyra të ndryshme në zona të ndryshme të trupit dhe mund të krijojnë shqetësime nga më të mëdha. Nëse keni dyshime rreth niveleve tuaja të vitaminës D, magnezit ose vitaminës B12, është e nevojshme të konsultoheni me një mjek për të bërë testin e duhur, si dhe të merrni një recetë të saktë si të trajtoni mungesën e vitaminave sipas nevojës. Kështu ju mund të lehtësoni simptomat dhe të parandaloni dëmtimet e mëtejshme të kockave dhe dhimbjeve të këmbëve, të cilat mund të krijojnë gjithashtu shqetësime më të mëdha në shëndetin e nyjeve. Nëse keni dhimbje të këmbëve, ja cilat vitamina mund t'i shtoni në dietën tuaj. Vitamina B12, magnezi dhe vitamina D ndikojnë në sistemin e nervave dhe të muskujve të këmbëve. Si pasojë, mungesa e tyre në trupin tuaj mund të shkaktojë dhimbje në këmbë. Vitamina D. Vitamina D është e rëndësishme për shëndetin e kockave dhe të muskujve. Nivelet e ulta të vitaminës D mund të çojnë në gjendje të njohur si osteomalacia ose zbutja e kockave. Nëse përjetoni këto shqetësime, atëherë duhet të paraqiteni tek mjeku për të marrë trajtime më të specializuara. Neglizhenca e shkaktimit të dhimbjeve tuaja të këmbëve mund të ndikojë gjithashtu në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Prandaj është e rëndësishme konsult specifike me mjekun përkatës, si dhe kontrolle periodike her pas here për të lehtësuar gjithashtu edhe dhimbjet tuaja të këmbëve. Dhimbjet e këmbëve, nëse nuk trajtohen si duhen, ato mund të krijojnë shqetësime afatgjata në shëndetin e tuaj. Reumatizma mund të prekë kyçet dhe në një mënyrë siç ndodh me gjymtyrët, ajo shkakton pirje, enjtje dhe dhimbje të këmbëve. Prekja e kyçeve nga reumatizma është e rrallë, por jo e pazakontë. Në fillim sëmundja nis te kockat e gishterinë të këmbëve dhe më pas shpërndahet te kyçet. Në këtë mënyrë sëmundja luan një rol pengues për lëvizjen dhe shkakton një parati të madhe. Në këtë video do të mësoni se si reumatizma mund të ndikojë te kyçet, simptoma dhe zgjidhje natyrale të lehtësimit të tyre. Reumatizma shkakton inflamacione dhe ky i fundit ngurtësime të kyçeve. Sipas të dhënave me kalimin e kohës, struktura e kockave dhe kyçeve mund të preket dhe të pësojë ndryshime të përhershme. Për më tepër, reumatizma shkakton fërkime të forta mes kockave të ndërlidhura në kyçe. Zonat më të prekura të këmbëve dhe të kyçeve janë në pjesën e themrës, shputulës dhe pjesës sipërme e gishtave. Me avancimin e sëmundjeve, dhimbja bëhet më e fortë gjatë ecjes ose qëndrimit në këmbë. Po ashtu këmbët bëhen shënjestër e lehtë e nodujve, nyjeve kockore, kallove dhe problemeve të tjera kockore. Përveç tyre, një person që preket nga reumatizma të kyçet vuan edhe nga lodhja, temperatura e ulët, dobësimi të muskujve dhe rënja e peshës. Shkaqet e vërteta të reumatizmës që prekin kyçet janë ende pjesë e studimeve, megjithatë kjo nuk i ndalon ekspertët e mjekësisë të zbulojnë trajtimet më të mira për këtë problem mjekësor. Këtu përfshihet ndjekja e një aktiviteti fizik jo të rëndë që vë në punë kyçet, ushqyerja me produkte që luftojnë inflamacionin dhe medikamentet e rekomanduara nga mjeku. Duanpirja është një faktor i rrezikut për këtë problem, ndaj përfitimet shëndetshme janë afatgjata nëse e lini duhanin. Sipas ekspertëve, personat që duhet të mbajnë kyçet në lëvizje për të përmirësuar fleksibilitetin e tyre. Gjithashtu, zgjidhni ushqime të shëndetshme për të forcuar kockat. Kalciumi, qumshti dhe produktet e tjera të bulmetit nuk janë të vetmet burimet e kalciumit. Asimilimi i kalciumit kërkon shumë vitaminë K, magnez dhe një sër mineralesh. Sipas të dhënave, këto ushqyes të dobishëm do t'i gjeni te boronicat, barishtet si spinaqi, lakrat e vogla, pazia dhe brokoli. Mos hezitoni t'i përfshini ato në ushqime të gatimit të përditshëm, duke shtuar hudhër dhe vaj ulliri. Gjithashtu, është e rëndësishme të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë për çdo ndryshim që bëni për të mbajtur nën kontroll këto shqetësime të këmbëve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.